sidomos në këto muaj, mos I bani zullum vetvetes, nga se në këto muaj gjunahu zmadhohet, fillon që të shohësh shenjat, simbolet, pakot, dhuratat, njerëz të cilët përgatiten për të festuar. Çka do të festojnë? Ata festojnë, edhe ne do të festojmë. Ata janë në një trend, edhe ne në të njëjtin trend. Ai I cili I përngjan një populli, ai është prej atyre, dhe një gjë të tillë kuptuan jehudët, që fatkeqësisht nuk e kuptojnë shumë prej muslimanëve. Cili është modeli yt? إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, prej kohës që Allahu Azza wa Jall I krijoi qiejt dhe e krijoi tokën, Allahu Azza wa Jall caktoi që muajt të jenë 12 brenda vitit. Në mesin e 12 muajve, Allahu Azza wa Jall I zgjodhi, I dalloi, I veçoi dhe ju dha vlerë të madhe 4 muajve. Tha Allahu Azza wa Jall: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Muajt tek Allahu Azza wa Jall që Allahu I ka caktuar të jenë brenda vitit janë 12 muaj. Yawma khalaqa as-samawati wal ard. Prej ditës që Allahu I krijoi qiejt edhe tokën. Mirë po nga këto 12 muaj, tha Allahu, minha arba'atun hurum. 4 prej tyre janë të shenjtë. Këto 4 muaj na njoftoi me emrat e tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë 4 muajt e shenjtë janë muaji Dhul-Qa'da, muaji Dhul-Hijja, muaji Muharram dhe veç prej tyre muaji në të cilin jemi muaji Rajab. Pra ky muaj është gjithashtu nga ato muajt e shenjtë që në këto muaj besimtari duhet të ketë kujdes edhe më shumë. Ashtu siç tha Allahu Azza wa Jall: "Dhalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kjo është feja e plot, kjo është feja e përsosur, e zbritur nga Allahu Azza wa Jall. Në këto muaj, sidomos në këto muaj, mos I bani zullum vetvetes, mos I bani padrejtësi vetvetes, mos e ngarkoni veten tuaj me gjunahe. Besimtari gjatë gjithë jetës së tij, në çdo muaj, në çdo ditë, duhet të ketë kujdes nga gjunahet, nga mëkatet ndaj Allahut Azza wa Jall. Mirë po në këto 4 muaj duhet të ketë kujdes edhe më shumë. Mos t'i ban gjunah Allahut Azza wa Jall, nga se në këto
këto muaj gjunahu zmadhohet, gjunahu rritet, mëkati është edhe më i rënd ndaj Allahut Azza wa Jall. Megjithse ne në kohën që kemi hyrë në këtë muaj dhe në atë që është e njohur në 3 muaj, që vetëm se pas këtij muaji Shaaban dhe pastaj vjen muaji Ramazan, që ne gradualisht përgatitemi për muajin Ramazan. Pikërisht në këtë muaj që ne kemi hyrë dhe duhet të kemi kujdes edhe më shumë nga gjunahet ndaj Allahut Azza wa Jall, bashkë në këto ditë sa prej njerëzve, sa prej muslimanëve, sa prej besimtarëve fillojnë dhe përgatiten për gjunahe ndaj Allahut Azza wa Jall. Për çfarë përgatitje bëhet fjalë? Fillon që të shohësh shenjat, simbolet, pakot, dhuratat e kështu me radhë, njerëz të cilët përgatiten për të festuar. Çka do të festojnë? Një pjesë e madhe e tyre edhe vetë nuk e dinë çka do të festojnë, cila është e arritura, cila është mundësia, cila është gjëja që neve na ban si musliman që në këtë datë apo në këtë datë, në këtë ditë apo në këtë ditë ne të festojmë, përveç se ai ndikimi më i madh i të tjerëve, i cili është imponuar gradualisht edhe në vendet e besimtarve, edhe në shtëpijat e muslimanve, ku familjar të ndryshëm, fëmijët të tyre do të bahen gati bashkarisht që ta presin një ditë apo ta presin një natë për të festuar, pa e kuptuar fare kuptimin e asaj dite apo asaj date, pa e kuptuar fare shkakun kryesor të atij festimi të tjerëve. Dhe kjo nuk na ban që të habitemi. Kjo një gjë e tillë e vërteton, e sheh, e nxjerr në pa që ne ta shohim me sy tan atë të cilën e tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 1400 vite më herët. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i pasoni ata të cilët ishin para jush, hap pas hapi, krah pas krahu, derisa nëse ata hinë edhe në birën e hardhucës, do të mundoheni që të hini edhe ju. Thanë sahabet, a jehudët dhe krishterët, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë tjetër. E në sa raste e sheh që gjendja e muslimanëve është e tillë, jo e të gjithëve, elhamdulillah. Mirë, po një pjesë e tyre bie pikërisht në këtë hadith në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon, do t'i pasoni hap pas hapi, atë që e bëjnë ata, do t'a bani edhe ju, derisa ata festojnë, edhe ne do të festojmë, ata nxjerrin një mod, edhe ne në të njëjtën mod, ata janë në një trend, edhe ne në të njëjtin trend. Çka do që bëjnë ata? Nëse mundohen me hi në birën e hardhucës, edhe ne pas tyre. Po ti je musliman, ti ku je nisur? Ti e ki fjalën e Allahut, Kur'anin. Ti e ki fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti e ki ndalesën e qartë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Ai i cili përngjan një populli, ai është prej atyre. Ibn Taymiyyah rahimullah tha, nga ky hadith kuptohet që së paku përngjasimi i tyre është haram. Së paku është haram, ka mundësi të arrijë edhe deri në kufër. Andaj Islami në sa gjëra na ndaloi që ne mos ju përngjajmë atyre. Në sa gjëra ne mos ju përngjajmë, për çfarë arsye? Po ne jemi musliman. Ne i kemi rregullat tona. Ne i kemi festat tona, ne i kemi kufit ton, ne i kemi fen ton, ne në gjitha gjërat bazohemi në atë që e thot Allahu dhe atë që e thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe jo në atë që na servohet nga vende tjera, apo nga popuj tjerë, apo nga besime tjera. Para mendojeni, Islami nuk pranoi në sa ibadete, nuk pranoi
që të ju përngjan të tjerëve. Për çfarë arsye? Që të jetë unik dhe të jetë original, ashtu si është i zbritur nga Allahu Azza wa Jall. Në momentin e thirrjes së ezanit, njerëzit propozuan ndonjë kumbon, ndonjë zile, ndonjë buri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e pranoi një gjë të tillë. Për çfarë arsye? Xhamia mos t'i përngjan kishës, xhamia mos t'i përngjan sinagogës, xhamia mos t'i përngjan asnjë objekti tjetër në dynja në të cilën adhurohet dikush tjetër pos Allahut, derisa u caktua mënyra e vetme, e veçantë ku muslimanët thirren për në namaz, ezani duke thirr Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agjërimi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dallimi joni i agjërimit dhe i atyre është syfyri. Ne hajmë syfyr, ata të tjerët, ata nuk hajnë syfyr. Agjërimi i ditës së Ashurës, edhe ne agjërojmë, edhe ata agjërojnë ditën e Ashurës. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse arrim vitin e ardhshëm, ne do të agjërojmë ditën e 10, do t'ja shtojmë edhe ditën e 9, vetëm mos të ju përngjajmë atyre. Po edhe në pamje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dallohuni nga idhujtarët, mos ju përngjani atyre, lëshoni mjekrat, shkurtoni mustaqet. Për çfarë arsye? Mos ju përngjani atyre, as në pamje, as në sjellje, as në ibadete, as në asnjë gjë tjetër. Për çfarë arsye? Nga se ju jeni musliman. Dhe një gjë të tillë kuptuan jehudët, që fatkeqësisht nuk e kuptojnë shumë prej muslimanëve. Në kohën që Allahu Azza wa Jall e zbriti një ajet në lidhje me hajdin, menstruacionin e grave, që jehudët në atë kohë dhe në këtë kohë, jehudët në gjendjen e grave të caktuar, i ndanin grad nga shtëpia, i ndanin nga dhoma, i ndanin nga sofra dhe nuk pranonin që grad në atë periudhë të ulen në sofër me burrat e tyre. Allahu Azza wa Jall e zbriti një ajet, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ty ta bëjmë pyetje për këtë periudhë të grave. Çka duhet me bë? Gratë le të qëndrojnë në shtëpi, gratë le të qëndrojnë në dhomë, gratë le të qëndrojnë në sofër, vetëm se ju ndalohet kontakti intim gjatë asaj periudhe. Atëherë thanë jehudët, ky Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëshiron që mos të përngjasohet me neve në asnjë gjë. Jehudët e kuptuan që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk përngjasohet me ata. Islami nuk përngjasohet me ata. Islami është fe e vetme e pranuar te Allahu. Nuk ka nevojë që të merr nga asnjë fe tjetër, asnjë traditë tjetër, asnjë populli tjetër. Një gjë të tillë kuptuan jehudët. Fatkeqësisht nuk e kuptojnë shumë prej muslimanëve që ne patjetër duhet të dallohemi. Ne patjetër nuk duhet të përngjajmë. Ne jemi musliman dhe ne e kemi vetëm një model. Nuk ka model tjetër. Sado që të përparon dynjaja, sado që të përparon shkenca, sado që të ngriten popujt, sado që të zhvillohen në jetën e tyre, ata nuk bëhen model për neve. Për çfarë arsye? Ne e kemi modelin më të mirë dhe atë të zgjedhur nga Allahu Azza wa Jall, i cili është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Tha Allahu në Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju modelin më të mirë, shembullin më të mirë e keni Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe shikoje ti sot si musliman, kanë dhe ki model. Modelin që zgjedhi Allahu, apo modelin që ta sollën vendet e ndryshme, qofshin ato të zhvilluara, të civilizuara, apo të dështuara. Cili është modeli yt? A është modeli yt Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, më i miri i njerëzimit, njeri më të mirë kjo dunja nuk ka pa, prej Ademit alayhis salam deri në Kiamet. Atë zgjodhi Allah
Allahu Azza wa Jal. Ai foli, mirë po nuk foli nga hamendja. Tha Allahu Azza wa Jal: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ai nuk flet nga hamendja, ai flet nga shpallja prej Allahut Azza wa Jal. Allahu e lavdroi moralin e tij dhe tha: "Wa innaka la'ala khuluqin adhim." Vërtet ti je në një moral të lartë, duke e pasur këtë model, duke e pasur këtë shembull, duke e pasur pejgamberin e fundit, njeriun e zgjedhur, të dashurin e Allahut Azza wa Jal, që ne ecim në rrugën e tij si ummeti i tij. A e lën besimtari këtë model dhe kapet për modat e huaja, për modelet e huaja, për gjërat, për shpikjet e të tjerëve, të cilat për çdo ditë ndryshojnë dhe nuk ka asnjë lloj dobie prej tyre për besimtarin. Besimtari është ai i cili lutet në çdo namaz, në çdo rekat dhe në këtë namaz dhe në çdo namaz tjetër, është ai i cili përsërit fjalët Ihdina siratal mustaqim, na udhëzo o Zot në rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alejhim, në rrugën atyre që ju ke dhënë shumë të mira, na udhëzo në rrugën e pejgamberëve, në rrugën e sahabeve, në rrugën e besimtarëve të drejtë. Ghairil maghdubi alejhim, jo në rrugën e atyre që ti e hidhruar ndaj tyre, jo në rrugën e jehudve, wala dallin, e as në rrugën e atyre që janë të humbur, të devijuar, në rrugën e krishterëve. Besimtari lutet dhe duhet të mundohet që këtë lutje ta realizon në jetën e tij, as në rrugën e jehudve, e as në rrugën e krishterëve, në rrugën e Allahut Azza wa Jal, në rrugën e drejtë. Ne lusim Allahun Azza wa Jal, Allahu në këtë din të na forcon, Allahu imanin ton të na shton. Lusim Allahun Azza wa Jal, Allahu të na ban prej atyre që në këtë kohë, në çdo kohë, në jetën ton të ndjekim rrugën e Kur'anit dhe Sunetit, e modeli jon të jetë modeli i vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun Azza wa Jal, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jal, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.